Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë pa gjumësis, një herë për gjithmonë me këto përbërës që bëjnë mrekulli. Gjumi është shumë i rëndësishëm për shëndetin mendor dhe atë fizik. Që truri të funksionojë siç duhet, ai ka nevojë për gjumë. Nëse njeriu nuk fle sa dhe si duhet, ai do të vuajë nga një sër problemesh shëndetësore. Mungesa e gjumit sipas të dhënave ka një ndikim të fortë tek të menduarit, puna, komunikimi dhe njëkohësisht aftësia për të mësuar. Cilat janë shkaqet e gjumit të keq? Regjimi jo i shëndetshëm ushqimor, mungesa e mineraleve. Pjesa më e frikshme e pagjumësisë është se ajo është një faktor kontribues i shumë sëmundjeve serioze, siç janë për shembull mbipesha ose diabeti. Si të bëni një gjumë të qetë dhe njëkohësisht të patrazuar? Nëse keni probleme me gjumin, ju mund të shfrytëzoni këtë recetë me kanellë dhe banane. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë lugë çaj me kanellë pluhur dhe njëkohësisht 2 deri në 3 gota ujë dhe një banane. Zgjeni ujin në tenxhere, shtoni bananën e plotë duke e prerë paraprakisht majët e saj. Mjafton ta hiqni lëkurën ose ta zgjeni atë me gjithë lëkurë për të patur një efekt sa më maksimal. Zgjeni bananën për plot 10 minuta dhe më pas kullojeni. Shtoni kanellën, prisni derisa ajo të ftohet dhe më pas pijeni. Ky lëng duhet pirë 1 orë para se ju të shkoni të shtriheni për të fjetur. Pini 1 gotë dhe pjesën tjetër mund ta ruani në frigorifer. Vlerat e pijes kundër pagjumësisë. Banania përmban një aminoacid i cili njihet si triptofan. Sipas të dhënave, ky aminoacid ndihmon në prodhimin e serotoninës, një hormon i cili rregullon cilësinë e gjumit. Banania gjithashtu përmirëson humorin dhe nga ana tjetër e mban urinën fre. Ky frut është i pasur edhe me hekur, kalcium, kalium dhe njëkohësisht minerale të tjera. Të gjithë këto ushqyese ndihmojnë organizmin që të mos bjerë në kthetrat e pagjumësisë. Kanella gjithashtu përmban vajra esencial të cilët i japin pijes një shije më të ëmbël. Kjo erëz e veçantë ka aftësi qetësuese dhe ajo gjithashtu ndihmon edhe në qarkullimin e mirë të gjakut. Në këtë mënyrë kanella është kontribuese e drejtpërdrejtë e një gjumi sa më cilësor. Në këtë mënyrë kanella gjithashtu është kontribuese edhe në zëvendësimin e ilaçeve të cilat shpeshherë ofrojnë një zgjidhje afatshkurtër, por mund edhe të krijojnë varësi dhe dobësim në sistemin tuaj nervor. Problemet e gjumit janë me të vërtetë të bezdishme. Akoma më e bezdishme është kur ju del gjumi në mes të natës dhe nuk ju zë më deri në mëngjes. Rreth 42% e njerëzve vuajnë nga pagjumësia her pas here ose edhe rregullisht. Një nga shkaqet kryesore është pikërisht edhe stresi. Hormonet e stresit janë një pengesë e madhe për gjumin e një nate të mirë. Pagjumësia mund të ketë pasoja vërtet të rënda për trupin dhe për mendjen tuaj. Ajo prish ritmin natyror të gjumit, i cili, me sa duket, është i vështirë për t'u rikthyer. Disa njerëz të cilët vuajnë nga pagjumësia flen gjatë gjithë ditës, duke e keqësuar akoma dhe më shumë situatën e tyre. Të tjerët përpiqen të qëndrojnë në zgjuar me shpresën se do i zër gjumi në darkë, por sërish e kanë të pamundur që të flenë. Kjo gjë mund të shkaktojë probleme serioze fizike dhe njëkohësisht mendore. Për fat të mirë, ekziston një ilaç i thjeshtë dhe efektiv, i cili do ju ndihmojë ju që të fitoni betejën kundër pagjumësisë. Me këto përbërës ju mund të krijoni një pilulë e cila do ju ndihmojë ju të bëni një gjumë të qetë dhe më të rehatshëm.
Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me krip deti të pastër, 2 lugë çaj me sheqer organik, 5 lugë mjalt. Përzjeni të gjithë përbërësit në një enë plastike dhe tundeni mirë për të krijuar një përzierje homogjene. Vendosni një lugë me këtë përbërës në gjuhën tuaj para se të shkoni në shtrat ose kur zgjoheni natën. Lëreni të shkrihet e gjitha në gojë. Do të mahniteni nga rezultati që do të keni. Pijet që duhet të konsumoni para gjumit për të fjetur të qetë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjum i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa të ushqehemi shëndetshëm. Sipas ekspertëve, fatkeqësisht shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumsinë. Në mënyrë që trupi juaj të pushojë dhe të mbushë bateritë e tij për ditën e nesërme, atëherë ju do t'ju nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që pini para gjumit mund të ketë një ndikim në qoftë se ju do të jeni në gjendje të bëni gjumë të qetë dhe për këtë ne do t'ju rekomandojmë disa pije të cilat do t'ju bëjnë të flini sapo të vendosni kokën në jastëk. Uji, pija e parë dhe e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Rekomandohet që ju të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaj bimor. Sipas ekspertëve, edhe çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt vërtet relaksues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i barzilokut i cili ul nivelet e hormonit të stresit kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për një gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije preferuar për shumë njerëz për të ulur shijen e laktozës, mund të përzjeni në të një lugë çaji mjalt, karafil, kanellë ose shafran të Indis, i cili po ashtu ka një efekt antiinflamator. Lëngu i qershisë. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë sa ata që nuk pinin. Qershitë gjithashtu janë të pasura me përbërës të cilët të lidhen me një gjumë mjaft të shëndetshëm. Këto janë ushqime të cilat gjithashtu do t'ju vinë në ndihmë. Salmoni, peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitamin D, një kombinim i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë, pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit gjumin. Bajame dhe arrat. Bajamet janë të pasura me melatonin, gjithashtu ato janë të pasura me magnez, kalcium, minerale të cilat e relaksojnë trupin tuaj dhe muskujt. Arrat kanë veti të ngjashme dhe ato përmbajnë triptofan, një aminoacid që shkakton gjumin. Gjithashtu konsumoni kivi. Një studim zbuloi se kivi ndihmon që ju të flini dhe të bini në gjumë më shpejt. Besohet se niveli i lartë i serotoninës i pranishëm tek kivi është kryesori për këto veti kaq të dobishme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.